Mbani sot buke në shtëpi dhe përdoreni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga ky problem. Soda e bukës është besuar se është fjala për një përdorim të veçantë edhe në shëndetin e lëkurës, në bukuri dhe në trajtimin e një sër komplikacionesh. Shtimi i saj në dietën tuaj në mënyrë të rregullt mund të luajë një rol pozitiv në betejën kundër një sër komplikacionesh. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa nga përdorimet më të mira të sodës së bukës në përditshmëri, në lëkurë, në trajtime të ndryshme, madje edhe në shëndet. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu për të larguar rrafët e zinj poshtë syve. Receta në përgatitjen e këtij trajtimi është shumë e thjeshtë. Ju nevojitet vetëm një lugë çaji sodë buke, gjithashtu edhe një lugë çaji me ujë të ngrohtë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përzierni të dy elementet së bashku me anë të një pambuku e vendosni përzierjen poshtë syve. Kështu do të keni një përmirësim më të mirë të shëndetit të lëkurës. E mbani për 15 minuta dhe më pas e shpëlani atë me ujë të rrjedhshëm. Kjo do të jetë një mënyrë alternative lehtësuese kundër komplikacioneve tuaja. Më pas shpëlajini sytë me ujë të vakët dhe vendosni gjithashtu edhe kremin më të mirë hidratues. Kjo maskë këshillohet të përdoret të paktën një herë në javë. Rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike. Ju mund të përzierni gjithashtu edhe produkte të sodës së bukës për të luftuar akne dhe puçrat, si dhe për të parandaluar irritime të ndryshme të lëkurës. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu për të pastruar fytyrën dhe trupin, për të larguar toksinat e dëmshme dhe për të sjellë gjithashtu rezultate më të mira në shëndetin tuaj të lëkurës. Përdorimet e saj janë vërtet të larmishme. Sodën e bukës mund ta përdorni gjithashtu si një deodorant. Shumica e deodorantëve përmbajnë sodë buke. Përzierni 1/8 e lugës së çajit me sodë buke, 1/4 e lugës së çajit me ujë. E aplikoni pastën kryesisht nën sjetulla dhe kjo do ju ndihmojë që të mos djersiteni dhe të mos keni gjithashtu erë të keqe të djersëve. Përzierni gjithashtu 1/4 e sodës së bukës me 3/4 të ujë. E aplikoni masën e përfituar nga rrënja e flokut deri te majrat e tyre. E lini të veprojë për 3 minuta dhe më pas i lani kokën me ujë të ngrohtë. Kjo do të jetë një mënyrë alternative kundër problemeve të shëndetit të skalpit të kokës, gjithashtu edhe në rigjenerimin më të mirë të tyre. Maska të tilla do të rigjenerojnë më mirë shëndetin tuaj të flokut. Gjithashtu edhe do të parandalojnë formimin e zbokthit. Gjithashtu për të zbardhur pjesë të ndryshme siç janë ato të gjunjëve, të bryllave nën sjetulla, mund t'ju vijë edhe në ndihmë përdorimi i sodës së bukës. Aplikoni gjithashtu një lugë me sodë buke të përzierë në një gotë me qumësht. E aplikoni masën e përfituar në zonat e errta të lëkurës, e lini të veprojë për rreth 10 minuta, e përhapni me lëvizje rrethore dhe në fund do të merrni rezultate mahnitse dhe do të rigjeneroni gjithashtu më lehtë shëndetin tuaj të lëkurës. Soda e bukës është një alternativë shumë e mirë pastruese dhe dezinfektuese, e cila mund të përdoret në forma dhe mënyra të ndryshme. Përfitimet që ajo do t'i japë janë vërtet të gjëra. Ajo mund të largojë gjithashtu edhe papastërtitë nga lavamani juaj. Ajo mund të shërbejë si një pastrues mjaft i dobishëm për lavamanin. Mjafton të ndiqni këtë teknikë. Të hidhni një lugë çaji sodë buke në pjesët më të pista të lavamanit. Ta fërkoni me sfungjer dhe kështu do t'i pastroni ato. Në kombinim me lëngun e limonit, gjithashtu kjo përzierje mund të bëhet më e fuqishme edhe për njollat më të vështira të cilat mund të kenë ngelur në enët tuaja të gatimit. Atë mund ta përdorni gjithashtu edhe si produkt pastrimi. Soda e bukës është një zgjedhje efektive për të hequr mbetjet e pesticideve nga frutat, gjithashtu edhe nga perimet të cilat i konsumoni çdo ditë. Gjithçka që duhet të bëni në këtë rast është të hidhni disa lugë çaji sodë buke në lavamanin e mbushur me ujë dhe më pas t'i vendosni frutat ose perimet që keni blerë në këtë përmbajtje.
I lini për disa minuta, i shplani dhe i fërkoni ato me lëvizje rrethore për t'i hequr të gjitha papastërtitë dhe për të siguruar një mbrojtje më të mirë edhe kundër pesticideve. Ajo mund të largojë edhe erën e keqe nga frigoriferi. Soda e bukës është një deodorant shumë i zakonshëm. Mund të vendoset një pako me sodë buke në frigoriferin tuaj ose në ambientet ku keni myk. Kjo do t'jetë një alternativë shumë e çmuar në largimin e erës së keqe të mykut dhe papastërtive që mund të kenë ngelur në frigoriferin tuaj. Nëse frigoriferi juaj mban aromë të rëndë, atëherë mund të përdorni këtë teknikë për të ndihmuar gjithashtu në largimin e erave të këqija që mund të jenë krijuar në frigoriferin tuaj. Nëse doni të rifreskoni peshqirin, në ndihmë mund t'ju vijë gjithashtu përdorimi i sodës së bukës. Vetitë të deodorantit të sodës së bukës mund të funksionojnë edhe për të thithur aromat, siç janë edhe ato të këqija që gjenden kryesisht edhe tek peshqiri. Nëse keni nevojë të rifreskoni peshqirin tuaj, përdorni larjen me sodë buke. Kjo do ju ndihmojë të largoni aromat e këqija të tyre dhe gjithashtu të largoni edhe erën e keqe që mund të ketë ngelur në lavatriçe. Nëse doni të pastroni bijuteritë e argjendit, në ndihmë në mënyrë efikase në këtë rast mund t'ju vijë edhe përdorimi i sodës së bukës. Nëse keni bijuteri argjendi, mund t'i lani ato me sodë buke gjithashtu edhe me ujë të nxehtë. Më pas i pastroni ato me një leckë të butë. Kështu do të arrini të realizoni një pastrim më të mirë të enëve tuaja të argjendit ose edhe bijuterive të argjendit. Soda e bukës mund të largojë njollat e vështira nga tapeti juaj. Nëse keni njolla të vështira në tapetin tuaj, mund t'i largoni ato duke përdorur në këtë rast edhe sodën e bukës. Mund të shtoni edhe pak uthull në mënyrë që përzierja të bëhet më e fuqishme dhe më pas e lini të thajë dhe pastroni atë me fshes me korrent. Kështu do të largoni gjithashtu edhe erën e keqe që mund të kenë lënë kafshët tuaja shtëpiake në tapetin tuaj. Nëse doni të largoni erën e keqe të gojës, në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i sodës së bukës. Një zgjedhje e thjeshtë që mund të funksionojë në të gjitha mënyrat është edhe përdorimi i sodës së bukës në këtë aspekt. Përzierja është shumë e thjeshtë. Në një gotë me ujë hidhni një maj lugë çaji me sodë buke. E vendosni të tretet në ujë të ngrohtë dhe më pas e shplani gojën në formë gargare me këtë përbërje. Kështu do të ndihmoni në largimin e erës së keqe të gojës, sidomos edhe në takimet tuaja më të rëndësishme. Kjo teknikë mund të përdoret të paktën një herë në javë, është më së mjaftueshme për të marrë përfitimet e saj më të mira për higjienën tuaj orale. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu për të larguar edhe papastërtitë nga furça juaj e grimit ose nga krëri juaj i flokëve. Mjafton që të mbani një enë me ujë të ngrohtë, të tresni në të një lugë çaji sodë buke. Ta lini përbërjen për disa minuta në këtë formë dhe kështu do të arrini të realizoni një pastrim më të mirë të make-upit tuaj, gjithashtu edhe të krërit tuaj. Soda e bukës mund të jetë një ndihmë shumë e mirë edhe për ata persona të cilët të vuajnë gjithashtu nga problemet e urthit. Nëse vuani nga urthi, pirja e ujit me sodë buke mund të jetë një lehtësim shumë i mirë në aspektin tuaj. Ajo mund të jetë lehtësuese e nxitjes së urthit, sidomos edhe një trajtim efikas në kushte shtëpie derisa të merrni trajtimin e specializuar. Nëse doni të rregulloni pH-in, gjithashtu edhe të lehtësoni komplikacionet, soda e bukës mund të jetë një alternativë shumë e çmuar në këtë rast. Aciditeti i tepërt në organizëm do të nxjisë shfaqjen e problemeve siç mund të jenë ato të osteoporozës, problemeve të radikaleve të lira të cilat lulëzojnë në mjedise me aciditet të lartë. Përdorimi i sodës së bukës në këtë aspekt mund të jetë një ndihmë shumë e mirëpritur për shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të acidit. Soda e bukës është një alternativë shumë e mirë lehtësuese edhe kundër problemeve të inflamacioneve. Për sa kohë, soda e bukës përdoret me kujdes dhe në mbikëqyrjen e një eksperti, ndihma që do t'i japë shëndetit tuaj do të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese në situatat tuaja më të vështira. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë ose të ndryshojnë këshillat e mjekut tuaj. Informacionet në këtë video kanë vetëm për qëllim informimi, asgjë më shumë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.